Cilat janë boshllëqet më të mëdha të institucioneve momentalisht? Boshllëqet më të mëdha institucionale për momentin janë do të thotë institucionet shtetërore që përkujdesen për ta fëmijë. Ne mund të gjejmë pothuajse në çdo qytet tash institucione private që punojnë. Megjithatë, kostoja e trajtimit për këta fëmijë do të thotë është kosto e lartë. Jo gjithë prindërit kanë mundësi që ta paguajnë dhe jo gjithë prindërit kanë mundësi që ta kenë qasje deri tek ky tretman. Ata që kanë mundësi financiare në rregull, po ata që nuk kanë, kjo është pyetja gjenerale që ne parashtrojmë të ankohen. Dhe këtu duhet të vijë ndihma dhe të ndjeta e dora e institucioneve shtetërore për të ndihmuar për të krijuar realisht resurse më të mëdha që të arrijmë në çdo qytet, në çdo lagje, në çdo pjesë të shoqërisë, që çdo fëmijë aty ku është më së afërmi ta merr tretmanin të cilin i takon. Po shkollat sot momentalisht, a janë të përgatitura mjaftueshëm për këta fëmijë me nevoja të veçanta? Shkollat tek ne si shtet jemi tash ka disa vite që jemi në fazën e testimit, mund të themi, të procesit të inkluzionit. Ne e dimë se inkluzioni ka një kosto jashtëzakonisht shumë të madhe për të implementuar. Po tentohet në forma të ndryshme, me stimuj të ndryshëm që të bëjnë kushtet në çdo shkollë të ketë inkluzion. Është shumë e vështirë, sepse shkollat tek ne ballafaqohen edhe me mungesë të infrastrukturës për këta persona. Ne dimë se nëse dëshirojmë t'i përfaqësojmë dhe t'i përfshijmë gjithë personat me nevoja të veçanta në procesin e inkluzionit, duhet për të gjithë njësoj të përgatiten kushtet infrastrukturore. Si për shembull, ta kemi pjerzën për personat që janë me karrocë, ta kemi ashensorin për personat që kanë dëmtime në shikim, për shembull të kenë shkrimet që të jenë në gjuhën e brajit, të kenë shenjat më të mëdha për ata që kanë shikim pjesërisht të dëmtuar. Do të thotë janë një pjesë shumë e madhe e gjërave që ende përfatkeq nuk janë plotësuar. Po ecim përpara, po mendojmë që do të bëhet mirë, edhe do të thotë unë shpresoj që një ditë pse jo mos të jemi në një rang me shtetet të cilat vetëm se ka vite që implementojnë procesin e inkluzionit pas një problem.